Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për rritjen e pagës minimale e cila do të hyjë në fuqi nga janari i vitit 2026 si pasojë një vendimi të marrë nga qeveria. Referuar të dhënave, pra në janar të 2026 paga minimale do të arrijë në 500 euro, ndërkohë që objektivi i qeverisë është që deri në fund të mandatit të shkojë në 700 euro. Nëse do të shohim të dhënat, rezulton se paga minimale është rritur pothuajse vit pas viti, përjashtim bëjmë vetëm 2 vitet e fundit, 2024-2025. Por sa herë ka një vendimarrje të tillë nga qeveria për të rritur pagën minimale, sigurisht ka edhe një debat të madh se kush duhet të arrijë pagën, duhet të arrijë shteti apo duhet të arrijë biznesi. Për sa i përket të dhënave, ne edhe me rritjet që bën qeveria sërish mbetemi vendi me pagat më të ulta në rajon, duke u krahasuar pothuajse me Kosovën, pra e cila rezulton ta ketë pagën minimale në 350 euro, Shqipëria në 400 euro, Maqedonia e Veriut në 584 euro dhe në vend të parë është Mali i Zi me 670 euro dhe më pas vjen Serbia. Por çfarë impakti ka nëse rritet paga minimale me vendim të qeverisë? Studimet kanë treguar që nëse do kemi rritje të pagës të pabazuar në produktivitet, atëherë ka gjasa që vendime të tilla të shoqërohen me informalitet, me punësim të pjesshëm, por edhe me rritje çmimesh. Ne do të analizojmë në këtë pjesë të dytë të emisionit me ekspertin që është i ftuar i im, zoti Enea Janko. Përshëndetje, faleminderit që jeni këzon. Enea, sa herë kemi vendime të tilla nga qeveria për të rritur pagën minimale, siç e thash, kemi gjithmonë një debat që bëjmë mes biznesit, ekspertëve të fushës lidhur me kush e ka këtë detyrë apo kush e ka këtë vendimarrje, kush duhet ta ketë këtë vendimarrje. Sigurisht biznesi, të cilin sapo e pata në një lidhje direkte një sipërmarrës nga Shkodra, thotë edhe puna është pjesë e tregut. Duhet ta arrisë tregu dhe jo qeveria dhe jo biznesi. Sigurisht që kjo rritja e pagës minimale me ligj stonon pak, sepse jemi në një ekonomi tregu të lirë, por po të bazohemi në të dhënat e situatës ekonomike, faktikisht paga që do të vendoset si pagë minimale 50.000 lekë, paga shumë i përputhet kërkesave që ka tregu, sepse jemi në situatën që vetë bizneset kanë nevojë për më shumë fuqi punëtore. Pra, problemi kryesor që bizneset kanë sot është mungesa e fuqisë punëtore, që nga nivelet më bazike deri në nivelet e larta drejtuese dhe menaxheriale. Në këtë kuptim, kjo 50.000 lekëshi, paka shumë, unë besoj që janë të pakta bizneset që kanë nivelet të tilla pagë minimale. Pra, janë vetë nevojat që ka biznesi, nevojat e tregut për fuqi punëtore që e diktojnë këtë pagë. E ne apo mos harrojmë, sipas të dhënave zyrtare të paktën të drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, gati 40% e të punësuarve janë me një pagë minimale apo afër saj. Të deklaruar. Unë po flas gjithmonë për pagat reale që aplikohen nga biznesi. Pastaj, kjo çështja e pagave për llogaritë të sigurime shoqërore dhe shëndetësore është tjetër gjë që bizneset përpiqen që ta mbajnë sa më të ulët me qëllim që të ulin kostot e biznesit, sepse ne duhet pranojmë që ekonomia shqiptare, bizneset shqiptare kanë nivel shumë të ulët të konkurrueshmërisë dhe rritja e nivelit të pagës minimale dhe që do të çojë edhe në rritjen e pagave të tjera, sepse kur rritet paga minimale, presioni për bizneset është që të rrisin dhe pagat e tjera, sepse nuk funksionon kështu që rritet vetëm paga minimale. Më kupton? Kështu që rritja e pagës minimale me ligj është një presion i madh për jo vetëm për biznesin, por për gjithë ekonominë shqiptare, sepse e bën atë më pak konkurruese. Ne aktualisht biznesi shqiptar, ekonomia shqiptare ka nivel të ulët konkurrueshmërie. Kjo duket edhe në nivelet e bilancin e eksport-importit që kemi ne, që vazhdojmë ta kemi shumë negativ. Në këtë kuptim, pra, rritja e pagës minimale dhe pagave të tjera për bizneset do të jetë presion i madh dhe do të ketë pasoja për kompanitë e biznesit. Pra është një vendim pozitiv, po thoni. Ka më shumë gjasa të ketë efekt pozitiv se sa negativ? Jo, sepse në qoftë se pagat nuk rriten bazuar mbi produktivitetin, çfarë është, domthonë, në Shqipëri pagat saktohen, si më thënë, bëhen me ligj, po jo mbi bazë të studimeve të treguesve të performancës së ekonomisë apo të produktivitetit ekonomik. Një nga treguesit që duhet llogaritur është ajo që quhet produktiviteti i punës. Pra, sa është, po themi,
prodhimi kombëtar bruto mbi orët e punës së punojësve që janë të punësuar. Pra, në qoftë se llogarisim aktualisht që kemi rreth 1.17 milion të punësuar, po ta shumëzoj me 40 orë në javë dhe 52 javë që ka viti, janë rreth 2.5 miliard orë pune. Po ta pjestojmë GDP-n që është rreth 25 miliard euro në vit në 2024, me 2.5 i bie që ora e punës, produktiviteti është 10 euro për orë pune, ndërkohë që mesatarja e BE-s është rreth mbi 100 euro për orë pune. Pra, po të shikojmë, ne kemi nivel produktiviteti shumë të ulët dhe nuk mund të arrisësh pagën 25%, është anormale, kur rritja e produktivitetit është minimale. Sigurisht që produktiviteti i punës së punojësve varet nga shumë faktorë të tjerë, varet dhe nga produktiviteti i kapitalit financiar, i investimeve në teknologji, në teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit, në research and development, edhe kështu me radhë. Pra, në këto kushte që ne rritjen e produktivitetit të punës e kemi shumë të ulët, nuk mund të kalojmë në nivelet të tilla se... Dakord, Enea, dakord me këtë argument, por ne e dim shumë mirë se si funksionon tregu i punës në Shqipëri. Tani, me ligj nuk është e rekomandueshme të bëhet, por edhe vetë bizneset nuk është se kanë qenë dhe janë kaq të prirur për të rritur pagat. Domethënë ka një ngadalësim të paktën sektori privat, nuk është në të njëjtin trend siç është edhe shteti të paktën në 2 vitet e fundit. Ose më saktë gjithmonë kemi diskutuar që Shqipëria ka nivelin më të ulët të pagave. Tani, një mekanizëm nxitës imponues... Nuk mund të merremi vetëm me pagat. Pra, ne duhet të shohim funksionimin e ekonomisë në tërësi. Pra, se ekonomia, zhvillimi i ekonomisë dhe i performancës nuk varet vetëm nga paga. Mund të japësh një punonjësi edhe 2 fish të pagës, mund t'i arrisësh brenda vitit, por rezultati i punës tij do të jetë i njëjtë. Pra, në këto kushte, kompania do të falimentojë. Ne nuk duam falimentimin e kompanive, apo jo, se kjo është aventurë, po ta mendojmë kështu. Pra, ne duhet merremi në tërësi me gjithë faktorët që çojnë në rritje të qëndrueshme të ekonomisë. Dhe këto lëvizje që bëhen për paga duhet të jenë shumë të studiuara, shumë të madhura, jo me urdhër kryeministri apo qeveria apo parlamenti bën ligj edhe e caktojmë, por pasojat nesër do të jenë negative për ekonominë e vendit. Zoti Janko, si e vlerëson? Është vendimi për të rritur pagën minimale në 500 euro, është më shumë, e shikon më shumë si një objektiv elektoral të qeverisë, apo është një reformë që për qeverinë thotë do t'japi frytet në vazhdim? Po, sigurisht që qeveria përpiqet që ta përmirësojë atë imazhin e vet, dhe një vend aq më shumë kur pretendojmë që do të shkojmë, do të antarësohemi në Bashkimin Evropian pas pak vitesh, siç deklarohet nga qeveria shqiptare, do unë sigurisht që kryeministri dhe qeveria do të përpiqen ta rregullojnë imazhin, dhe një nga treguesit janë edhe këto niveli pagave, niveli pensioneve dhe tregues të tjerë. Po të shikojmë, për shembull, jemi në një lloj konkurrence edhe me Kosovën, sepse para pak ditësh edhe Kosova ka premtuar që në vitin e ardhshëm do të bëjë 500 euro. Po pra, nga 350 do të kaloj në 500 euro. Pra, duket që këto janë më shumë vendime politike për të rregulluar, si më thënë, imazhin politik të qeverive, se sa janë vendime të studiuara dhe bazuara mbi situatën ekonomike që kanë vendet tona. Megjithatë, Enea, qeveria thotë se do të kompensojë për 9 muaj me radhë efektet e rritjes së pagës minimale për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që paguan punëdhënësi, vetëm nga ana e punëdhënësit. Është kjo një masë që ndikon, lehtëson, pas 9 muajsh është më shumë për të zbutur këtë impaktin e menjëhershëm. Impaktin dhe presionin që mund të ketë nga biznesi. Pra, të kalojmë këtë fazën fillestare, për pas 9 muajsh çfarë do bëhet. Pra, nuk është, ne duhet të shohim pak më afatgjatë, jo thjesht brenda vitit, si më thënë. Në gjykimin tuaj, çfarë kriterësh duhen marrë në konsiderat për të përcaktuar një pagë minimale, sepse duket sikur nga të gjitha analizat që bëjmë është më shumë një dëshirë, hajt po e rrisim pagën me 500 euro, hajt po e rrisim me 100 euro direkt, apo me 50. Kush e përcakton këtë nivelin e rritjes? Unë pak më përpara thash që duhet merremi më makro me të gjithë treguesit në tërësi. Pra, ne duhet të merremi
po them me fuqinë blerëse, me rritjen e fuqisë blerëse, por rritja fuqisë blerëse, çfarë do na sjell? Në një strukturë ekonomike që ka Shqipëria, që importi është 2 herë më i madh se sa eksporti, ne jemi në kushtet që duke rritur kërkesën konsumatore, ne thjesht rrisim importit, pra nuk po ushqejmë zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare. Prandaj ne duhet bëjmë, pra këto të ardhurat që ka buxheti i shtetit, duhet t'i alokoj, t'i shpërndaj në disa drejtime që prodhojnë më shumë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Pra, jo vetëm rritje pagash, duhet të çojmë ca para më shumë në disa drejtime që japin zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë, rritje të prodhimit real të prodhimit të vendit. Se po t'i shikojmë pra kontributet e sektorëve të ndryshëm në zhvillimin ekonomik të vendit, më shumë ne bazohemi te kërkesa konsumatore e brendshme. Pra, në këtë kuptim, ne duhet merremi e para me uljen e çmimeve, që vijnë nga rritja e kostove të prodhimit për produktet e brendshme dhe nga inflacioni nga produktet e importit. Ne dim që shumica e familjeve shqiptare, pjesën më të madhe të buxhetit tyre familjare shpenzojnë për ushqime, për të ngrënë, apo jo. Në këtë mënyrë, pse qeveria shqiptare nuk bën disa politika mbështetëse pak, si më thënë, më të dukshme, për të rritur prodhimin e brendshëm ushqimor, me qëllim që të kemi më shumë siguri te produktet e vendit, mos varemi nga produktet e huaja, dhe kjo do sjell edhe rritje të punësimit, edhe rritje të pagave, edhe rritje të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga kontributet e të punësuarve. Pra, mos i bëjmë gjërat, si më thënë, me urdhër, por këto të jenë zhvillime normale, reale që i vinë ekonomisë. Vetëm me urdhër, po as edhe të pa konsultuara, zakonisht janë vendimet për pagën minimale vetëm thjesht njoftohen. Nuk mund të bëhet brenda vitit një rritje 25% e pagës minimale, është jo normale, jo logjike. Pra, që këtu duket që është një vendim politik. Pra mund t'ishte rritur ndoshta me 50 euro të bëj në mënyrë pak më graduale, sepse me këto ritme dhe me objektivin e qeverisë për 2029 në 700 euro pagë minimale, do të thotë që në 2027 ndoshta s'do të kemi, po do të kemi në 2028 sërish të rritje? Shiko, e thash që zhvillimi ekonomik i Shqipërisë varet nga kërkesa konsumatore. Po të shikojmë rritjet e çmimeve çdo vit, se nga vijnë të ardhurat e buxhetit, rritja e përvitshme, po të shikojmë vjen më shumë nga rritja e çmimeve, që dhe nga produktet e importit kryesisht. Në këtë mënyrë, ne rrisim çmimet, rrisim pagat, por po të shikojmë raportin e fuqisë blerëse, nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të madhe. Kështu që shtresat më të varfra e vuajnë këtë pjesën e rritjes së çmimeve, duke bler më pak. Aq më shumë që rritja ndryshimi dhe i kursit këmbimit me valutat e huaja, sepse një pjesë e madhe e familjeve shqiptare atë kërkesën konsumatore kanë të financuar nga parat që vinë nga remitancat. Apo jo, në këtë mënyrë ulja e vlerës e euros dhe e dollarit ka ulur fuqinë blerëse të gjithë këtyre familjeve që mbahen me paratë e remitancave. Këtu doja të dilja pak, zoti Janko, në të gjithë këtë debat për të rritur pagën minimale me 100 euro, të gjithë ata që na dëgjojnë besojnë se do të kenë 100 euro plus në xhepin e tyre. Në fakt, 500 euro është paga bruto, ndërkohë që neto, duke hequr detyrimet, sigurimet shoqërore shëndetësore, paga që do të kenë në xhep do të jenë diku ke 44.000 lekë. Nga një rritje e tillë, nga një vendim i tillë, në gjykimin tuaj kush fiton më shumë? Fiton më shumë buxheti i shtetit duke mbledhur më shumë para, apo fiton qytetari me disa para më shumë që mund të mbeten në xhep? Nga anon më shumë peshorja. Shiko, po të bëjmë një llogari, pra sigurisht buxheti i shtetit ka përfitimin e vet. 9 miliard lek më shumë nga llogaritjet. Nga rritja e pagës minimale, por sepse rritet edhe maksimalja. E tham, jo vetëm maksimalja, do të rriten edhe pagat e ndërmjetme, sepse rritja e pagës minimale çon presion te biznesi për të rritur edhe pagat e ndërmjetme, apo jo. Kështu që rezultatit në rritjen e kontributeve, pra të ardhurave nga kontributet, do të jetë shumë më i madh se sa thjesht ajo rritja e pagës minimale. Në këtë kuptim, qeveria fiton. Nuk është se qeveria do t'i mbajë për vete, ato parat do të shkojnë te pensionet. Por me siguri qeveria do të ulin atë pjesën e kontributit të buxhetit, pjesën e kontributit drejt për drejt të buxhetit për pensionet edhe për sigurimet shëndetësore. Pra,
në këtë kuptim, qeveria, si më thënë, ka bërë llogaritë e saj. Ndërkohë që rritet pak sa fuqia blerëse e qytetarëve, e popullatës. Sepse një pjesë do të ngelen në xhepat e tyre, por kjo që po diskutojmë tani, vlen të diskutohet pak më gjë në kuptimin që këto politikat fiskale mbi të ardhurat nga punësimi, që u bë vite që nuk janë ndryshuar, janë ato të duhura? Pra, mund të taksojmë ne, si më thënë, mbi 30.000 lek të reja, 30.000 lek të reja, ka mundësi edhe minimumi etik sot nuk është 30.000 lek. Kështu që ne fillojmë taksimin mbi 30.000 lek. Duhet të arrisim nivelin e të ardhurat të pataksueshme. Pra, se për të ardhurat deri në pagën minimale, deri në 40.000, sigurisht nuk ka taksa, po kur është mbi 50, fillon nga 30.000 lek. Kështu që unë mendoj që minimalisht paga minimale duhet jetë e pataksuar dhe aty të filloj, për të gjithë, dhe aty të filloj me norma shumë më të ulta. Pra ne kemi mbi 200.000 lek e taksojmë 23%. Nuk është 200.000 lek, nuk është pak që të krijon mundësi që të vendosësh kapital. Sot është një pagë e mirë, dakord, por jo më pak më dinjitoze që të jep mundësinë të konsumosh pak më shumë, por nuk krijon dot kapitalin, nuk krijon dot pasuri me 200.000 lek të reja në muaj. Pra, ne duhet të arrisim të ndryshojmë të fashën e taksimit dhe këto nivelet me përqindje të larta të taksimit duhet i kemi shumë më të larta se sa të 200.000 lekësh. Por tatimi mbi të ardhurat për cilin jemi duke folur është një zë shumë i rëndësishëm në të ardhurat e buxhetit të shtetit. Çka tregon që vështirë mund ta ketë qeveria për ta riparë. Shiko, kjo unë shumë vite përpara kur kam kontribuar për programin ekonomik të kësaj qeverie në 2009 dhe 2013, i kam propozuar këtë gjë, sepse duhet t'ju lëmë qytetarëve mundësit të konsumojnë pak më shumë dhe do t'ja marrim sepse ne dim të ardhurat kryesore mblidhen nga taksat konsumatore, nga TVSH-ja, nga aksizat, nga përsëri. Do në këto para nuk do t'i ngelen, prap do t'i marrë qeveria në një drejtim tjetër, tek TVSH-ja, tek aksizat, tek prap në buxhetin dhe ka mundësi që do t'marrim më tepër, por duhet i lej pak më shumë mundësi konsumimi qytetarëve me qëllim që të stimulohet dhe rritja ekonomike në këtë mënyrë. Sa më shumë konsum të ketë nga qytetarët, më tepër zhvillohet ekonomia. Pra për ta përmbledhur me pak fjalë, propozimi ose sugjerimi juaj për të shmangur këto rritjet e detyrueshme të pagës minimale është një rishikim i politikës taksimit të pagave në vendin tonë. Të ardhurave nga pagat. Jo vetëm nga pagat, jo vetëm nga puna, edhe nga burimet e tjera që ne kemi 15%, nga drejta autorit, nga disa burimit të tjera, nga qerat, apo ne dim që një pjesë e madhe e familjeve tani janë detyruar japin shtëpitë e tyre me qira për të siguruar pak më shumë. Do të ishte një burim i mirë i mbledhjes së të ardhurave për të lehtësuar disa individ nga paga. Patjetër. Pra, në këtë mënyrë, shumë familje që japin banesat e tyre me qira për turistët e huaj, nuk kam pse ta fshehin këtë gjë, por mund ta deklarojnë qofse tatimi mbi këto të ardhurat do të ishte pak më i ulët se sa 15%. Megjithatë, zoti Janko, kjo mbetet një masë populiste, apo jo? Teksa dëgjon që qeveria kërkon që të rrisë pagën minimale me 100 euro, apo të rrisë pagën që ndërhyrë në tregun e punës, duket një masë populiste që për shumë qytetarë thot është gjëja e duhur. Sigurisht që në psikologjinë e njerëzve, këto ndryshime mund të sjellin efekte, por unë flasë për gjëra serioze për zhvillimin e ekonomisë dhe për zhvillimin e vendit, nga gjitha pikpamjet, ne duhet politikat i bëjmë pak më të studiuara dhe të japin rezultate më të qëndrueshme. Zoti Janko, të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Falenderit ju për ftesën. Nderuar miq, shkëputemi sërish për pak minuta dhe do të vijojmë edhe në pjesën e fundit të flasim për rritjen e pagës minimale dhe sinjalet që jep një vendim i tillë në tregun e punës.